nderuar gazetar, të dashur qytetar, si qeveri e re e Republikës Kosovës, jemi shembull jo vetëm në rajon, por edhe në gjë, për ballafaqësimin e suksesshëm me parandalimin e përhapjes pandemisë COVID-19, përkatësisht koronavirusit, dhe për këtë gjë falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës, të cilët kanë respektuar vendimet e qeverisë dhe kanë ndjekur udhëzimet ekspertëve. Kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi një disiplinë shoqërore e qytetarëve, e cila ka bërë që sot në Kosovë të kemi jo më shumë se 20 të testuar pozitivisht me koronavirus, nga të cilët vetëm njëri, një burr i moshuar 77 vjeçar, ka maskë oksigjeni, por jo makinë respiratori, dhe që të gjithë të tjerët nuk janë as përsapurme në rrezik jete. Me këtë rast duhet theksuar që 2 prej tyre janë liruar dje në shtëpi për trajtim shtëpiak, në vetë izolim, në vetë karantinë, ndërka që 4 të tjerë këto e kanë bërë më herët. U jam mirënjohës e falendërues dhe e infermierëve tonë, policëve e ushtarëve tonë, farmacistëve dhe të gjithë punëtorëve në për markete që shesin gjësendë ushqimeve, shpërndarësve të ushqimit e të barmeve. U jam mirënjohës doganierëve e inspektorëve, edhe i falenderoj punëtorët në prodhim e ata në ndërmjetësi, të cilët në njërin anë po e mbrojnë shëndetin e njerëzve, ndërka që në anën tjetër po e mirëmbajnë shëndetin e ekonomisë sonë. Edhe shëndeti i njerëzve, edhe shëndeti i ekonomisë janë në fokus të qeverisë së re të Republikës Kosovës, e cila ka koordinuar ministrit, organizmat shtetëror deri për parandalimin e shpërndarjes e përhapjes koronavirusit. Republika e Kosovës i ka diku në rreth 130 respirator, dhe për fat të mirë nuk kemi asnjë rast të rënd që këta respirator, ndonjëri prej këtyre respiratorëve të përdoret. Duke pas parasysh se në çfarë gjendje kemi gjetur sistemin shëndetësor, parandalimi është jetik. Pra, vetë izolimi në njërin anë dhe higjiena në anën tjetër. Qytetarët kanë treguar kulturë, dhe unë ju bëj thirrje edhe një herë që edhe të vazhdojmë të mbajmë atë, por edhe të arrisim edhe më tej, në mënyrë që ta ruajmë vetën e ta mbrojmë njëri tjetrin. Në ditën e djeshme kishim një zhvillim të pazakontë, me qenë se Presidenti i Republikës Kosovës u angazhua për të shpallur gjendja e jashtëzakonshme në Republikën tonë. Kishim edhe një mbledhje të Këshillit të Sigurisë,